Përshëndetje, unë jam Klotilda Harka. Jam sërish këtu për të bërë një lidhje direkte me një artist shumë interesant. Ju besoj se e njihni të gjithë. Unë për vete, nga eksperjenca ime si gazetare, nuk besoj se kam njohur ndonjë djalë më mendjehapur se sa ai, me të cilin do të jemi sot live dhe do të diskutojmë shumë gjëra interesante dhe të lezetshme, sepse ai është vetë tip, nuk ka nevojë për shumë ngacmime. Unë pres që ai të hyjë dhe ai më duket se hyri. Jo. Atëherë unë do ta prezantoj, sepse edhe kemi prezantuar në faqen tonë të revistës Story. Ai quhet Robert Berisha. Në fakt, viti që kaloi, derisa ai të hyjë, unë po i bëj një prezantim të shkurtër. Në fakt, vitin që kaloi ishte një vit që mund të themi që ishte i Robert Berishës, sepse jo vetëm që ishte shumë prezent në karrierën e tij artistike, por edhe për sa i përket jetës private, ai ishte ndër më të përfolurit. Edhe na bëri të mendonim se një artist si ai mund ta gërshetoj shumë mirë jetën private me atë artistike, që shumë rrallë artist mund ta bëjnë. Por Robert Berisha i rritur nga një familje artistësh, natyrisht që ka bagazhin edhe formimin e duhur për të qenë një artist mendjehapur. Unë po pres që ai të hyjë dhe të na bëj ftesë që ta pranojmë, ashtu siç e kemi lënë. Në fakt ai është duke, me sa di, është duke agjëruar. Le të presim edhe pak. Dhe fund. Përshëndetje. Përshëndetje. Për një moment thash se nuk do hyje. Më ngriu gjaku. Jo. Kur dhe ja fjalën, unë se kam gënjur asnjëherë as. E di. Si e? Si po kalon? Mirë, shumë mirë. Ti si je? Shumë mirë. Mësojmë që takohemi kështu, live. Shpresoj që sa më shpejt takohemi kështu live, jo përmes Instagramit. Të kaloj kjo situatë. Po, patjetër të kaloj kjo situatë dhe patjetër që do takohemi. Unë në fakt të kam ndjekur shpesh në live që ti bën në Instagram me miqtë e tu. Dhe me të vërtet kam thënë sa gjunaf që Roberti nuk bën një program të tillë. Je një showman i vërtet, hajde. Faleminderit. Po e kam pas plan edhe nuk do e la pa e bo kështu një show timin. Edhe pse unë kam fillu për herë të parë me u fut live sa isha në Konvikt, kur ishim aty në të izoluar. Po, i pash, i shihja, po thuaj, nuk e di, çdo natë më dukej mua, ndoshta nuk e di çdo natë, po. Ashtu për 2 javë jam fut një 4-5 herë kështu, edhe kam pas kërkesa shumë nga fansat, edhe pse s'po futesh, se unë pak edhe me muzikë, edhe pak me Barcoleta, po tash jam të e bo një pauzë, për shkak se është muaj i Ramazanit, edhe Barcoletat e mia kanë qenë pak. Kanë qenë pak me spec. Me spec të djegës shumë, pikant. Shumë, po që ty të shkojnë. Se besoj që ka Barcoleta në këtë botën, janë çdo gjuhë janë Barcoletat janë pak me spec. Tani, mund të themi se me 14 ditë që kalove në Konvikt, ti mund të konsiderohesh një me master në konviktorologji.
Nuk e mund ndoshta jam edhe një gjenerat që s'kam studiu në objektet e po kam mbaru për Akademinë e Muzikës e kam mbaru. Unë jam i përkas gjeneratës 1978 edhe për fat keq unë edhe shkollën e mesme e kam mbaru në objekte kështu në për shtëpia private. S'na kanë leju atëre me majtë mësimin në shkolla. Kështu që as kum pas mramjet maturës, as semi maturës, as mramjet maturës, as mësimet si kemi majtë në objekt. Kështu që konvikti mu duk pak interesant, ishte një eksperiencë shumë e bukur për mua, që mora pjesë aty, si mu duk vetja si student. Të duk vetja si student, po çfarë bënit aty? Po nuk e di çfarë problem, më fal Robert, ka një problem që interferon zëri, nuk e di nga vjen kjo. Interferon zëri shumë keq. Nuk e di. Mos ke ndonjë, nuk e di, ku jeme kufje, ha? Jo, s'jam me kufje, është kështu, është sidomos ta shohim ta hek këtë mikrofonin, ky është mikrofon special. Tani ta hequr se ndoshta nga ajo është. E hoqa unë po nuk e besoj. Aha, po tani? Unë po të dëgjoj shumë mirë ty. Unë dëgjoj zërin tim që interferon, nuk e di se ku qëndron problemi. Nuk e di. Nuk e di atëherë se s'ka qenë problemi te kjo, unë po të dëgjoj ty shumë mirë dhe vetëm po të dëgjoj shumë mirë. Okej, vazhdojmë atëherë. Dhe çfarë formën e një nga konvikti? Nga konvikti? Po ishte për të gjithë ata që vinë nga jashtë, që nuk ishin në Kosovë në ato momente, i futën aty. Edhe ditën e parë ka qenë shumë keq, s'kan qenë të organizuar, nuk kanë pas afat edhe me u organizu ata. Po kishim fat që kemi qenë një grup vetëm 40 vetë, 40 persona që kemi janë nga Istanbulli, unë isha në Amerikë, nga Amerika u ktheva në Istanbul, prej Istanbulit kisha fluturimin për Shkup në Maqedoni, por ata nuk i lanë në shtetas e tjerë, vetëm Maqedonët. Kështu që zhdasht me nxjerr biletë të re për me ardhur në Prishtinë. Ishte fluturim i organizuar nga ambasada e Kosovës, edhe erdhëm me atë fluturim drejt Prishtinës, ku na ndalun në aeroport dhe thanë që ju duhet të izoloheni në konviktin e studentave 2 javë. Nuk e di, ndoshta kishte qenë më mirë se cili prej neve të izolohemi vetë në shtëpitë tona, e jo të futemi aty, po nuk e di s'mundesh me refuzu ose mos me pranu kur të vendos shteti apo Ministria e Shëndetësisë. Që u futëm aty dhe nga dita e nesërme erdhën çdo ditë nga 2-3 fluturime tjera nga Evropa, me plot shqiptar, me plot kosovar dhe u mbush numri aty deri në 700 apo 800 persona. Po jo të njëjtën ndërtesë, po ka pas 8 konvikte, kështu që ne nuk i kemi patur, si kemi pas afër, po e di që është mbush plot. Edhe akoma janë aty. Krejt që ka vinë nga jashtë, janë aty. Edhe kështu vendosëm ne isha me menaxherin e tajnës, Rinorin, mikun tim, edhe vendosëm që ti kërkojmë ca instrumente, një tastier, mikrofonin, mikserin dhe të bojmë pak muzikë, edhe për ata aty që ishin, të ndigjojnë pak muzikë, edhe për në Instagram të futem live. Unë si shafut asnjëherë në Instagram. Ishte i raporën e jam i ri në Instagram, që 4 vite kam Instagramin, e kam hapë për shkak punës. Facebook s'kam pas asnjëherë, s'kam Snapchat. Jam pak ma old school. Normal, po TikTok do kesh? Por në TikTok po, e hapa aty sa isha në konvikt. Të gjitha ndodhen aty, edhe live-i, edhe TikTok-un e hapa e pash. TikTok është që sa kohë, po tash është bo pak ma in, është ma interesant. Të pyes, se vitin e kaluar je përfolur jashtë madhe edhe për shkak, po më bezdis shumë kryzorim, nuk e di sa më të bëjmë. Nuk e di unë të dëgjoj shumë mirë, ti mos ke ati ndonjë. Nuk kam asgjë, nuk e di, po thonë të tjerë. Që dëgjohet pak keq. Nuk e di. Unë jam në rregull, po të dëgjoj shumë mirë dhe vetën po ndëgjoj mirë, s'e di.
A mund ta provojmë ta mbyllim dhe ta hapim sërish? Pa problem. Që se ndoshta është një problem i tillë. Kur nuk u përmirësua, atë do vazhdojmë kështu. S'ka problem, po do futem pra. Hajde. Okej. Hajde. Nuk e di, teknologjia ndonjëherë, Robert, A jemi në rregull tani? tani? Po, Okej. tani dëgjohemi shumë mirë. Shumë bukur, gëzohem. Teknologjia është shumë e pabesë, tradhton. Tani me që jemi të tradhtia. Ti Robert, si je si dashnor, si je si djalë beqar dhe si je si bashkëtor? Unë jam i njëjti, s'kam ndryshuar asnjëherë, sido që ka qenë ai martuar apo beqar apo dashnor, se preferoj të jem dashnor i dikujt. Se? Po ti ke bërë edhe këngë dashnores. Ai teksti ishte shumë melankolik dhe shumë, domethënë duke se ka një shpirt bohem. Që ti pir aki dhe ecën rrugëve dhe çdo person tjetër të duket si ajo. Ato janë tekstet që i kam bërë tekst shkruesit, nuk i bëj unë tekstet, si këngëtar tjerë që bëjnë tekste për vetveten. Unë e marr këngën, projektin dhe e këndoj. Kështu që dashnor në Shqipëri i thoni jo të dashurës apo gruas, po dikujt tjetër. Ne i themi dashnor, ta shpjegoj unë. Dashnor në Shqipëri ka kuptimin e një opsioni, që mund të jetë 1, 2 dhe 3 dashnor. Ndërsa i dashur është vetëm një. Po ju si e keni? Ne kemi dashnore 1. Ajo pas nesër bëhet ajo e vetmja, grua apo e fejuar. Edhe pas që kam bërë këtë projekt, e kam kuptuar që në Shqipëri dashnorja ka kuptim tjetër. Kështu që unë nuk kam. E di sepse ty në një farë mënyre të vunë me shpatulla pas murit, pse i këndon dashnores, pse e trajton femrën si dashnore. Në fakt, unë në këtë rast isha me ty. Se ti je njëri mendje hapur, një njëri i lirë, që i këndon dashurisë si të ka qefi ty. Dhe kështu do të jetë po jo. Unë e kam pranuar projekt dhe normal që nuk e kam ditë kuptimin në Shqipëri, çfarë kuptimi ka dashnorja, por edhe pas që e kuptova, çka kishte të keqe aty, çka ka të keqe ti këndoj dikush dashnorës. Njeriu mund me u dashuru në më shumë se një person. Kështu që çka ka të keqe ti këndohet edhe një dashnore. Se kështu kanë qenë të gjitha intervistat e mia dhe janë keq kuptuar. Po. Kështu që jo, kjo do të thotë që fjala jote ka forcë, që ti kur thua një fjali ose kur bën një deklarat, ajo merr dhënë. Dhe kjo është pozitive. Po për disa njerëz është pozitive, për disa njerëz nuk është. Edhe më kanë kritiku, kam marrë kritika edhe nga shoqëria dhe çfarë diun, që duhesh me pas kujdes me intervistat se çfarë. Unë ato që mendoj ato edhe e them. Unë s'kam komplekse edhe pas që doli ai projekt, ajo këngë, unë isha në disa intervista dhe ku folja edhe për dashnorët. Edhe ato të shkretat, nëse ekzistojnë dikun, që janë dashnorët e dikujt. Po edhe ato e bojnë me dashni e bojnë atë punë, kështu që pse mos t'i këndohet edhe atyre. Kaq. Kaq kjo puna dashnorës. Po nëse ty dikush do të quante dashnor në kuptimin e shqipes që kemi ne, do të pëlqente? Ajo mund të më quaj si do të ka dëshira ajo, po unë nuk do pranoj të jem dashnori dikujt. Nëse ajo është e martuar, ose ka të dashurin, një të dashur, një burr, një të fejum, unë s'kisha pranuar me të qenë i dyti asnjëherë. E pra, kjo është puna. Kjo është puna. Kështu që Roberti është i njëjtë. Roberti është i njëjtë si single, si martuar, si beqar. Është i njëjti, s'kam ndryshuar asnjëherë. Unë mbaj mend që festivali këngës, kënga titulloi Ajo nuk është shumë.
dhe me një kostum të bardhë, në perfekcion, u shfaq. Ajo nuk, po me këngën në festival që kisha, ajo nuk është më. Ajo nuk është më? Apo nuk Po. është? Okej. Ajo nuk është më. Me një kostum të bardhë u shfaqe aty si i vetmi këngëtar mashkull që merr rolin e ëngjëllit, si një ëngjëll më duke mua. Faleminderit shumë Në për fakt, kompliment. në fakt ti ke lënduar ndonjëherë ndonjë vajzë? Ndoshta pa dashje, të gjithë meshkujt, ashtu dhe femrat, lëndojnë dikën, ndoshta jo me dashje, pa qëllim. Tash mbarët sa është njeriu i fortë. Të gjithë ne jemi lëndu nga njerë, sidomos në moshë të re, të gjithë lëndohemi në shkollë fillore apo shkollë mesme, dashurohemi, pastaj lëndohemi. Unë për vete nuk e maj mend që kam lëndu dikën me dëshirë, me qëllim, ta bëj plan që ta lëndoj dikën. Nuk jam prej atyre, s'kam qenë asnjë. Jo, se kështu i bie, pastaj ti është egoist kalibri. E vërtet. Qa do na tregosh në një Barsalet kështu brenda? Barsalet, unë sonte më duhet të futem në rreth orës 11 live, edhe pse i kam premtu të gjithë fansët e mi që do futem, por ky muaj i shenjtë që thoni i Ramazanit, për të gjithë fetarët, po mendoj, të gjithë që i përkasin fesë muslimane, edhe me fe nuk është mirë që të përdorim asi fjalë, edhe jam mundu me i selekcionu disa Barsaleta që nuk kanë fjalë me spec, nuk po mundem me gjetë. Të gjitha ato që mi nisin, si në mail, si në Instagram që po mi nisin, janë me spec. Kështu që do futem pak me muzikë, pak muhabet, po se besoj që do të tregoj Barsaleta. Se ku marr kritika shumë, prej ditës parë që jam fut në Instagram në live, s'kam tregu Barsaleta, apo kam tregu muhabeten dodhi, true stories që më kanë ndodhur mu, se u futshin edhe kolegë këtu u futshin në live, edhe secili nga ata ma kujtoj ke ndonjë muhabet që na ka ndodhur. Edhe normal që atje në konvikt ishim pak edhe si të mërzitur, edhe me na kalu pak koha deri në 2 orë, kisha thyrë rekordin, unë se di se s'kam shumë përvoj me këto live-at në Instagram, por kisha pas, i kam edhe ato screenshot që mi kanë dërgu, fansat, 14.300 persona që na kanë ndjek plot 2 orë. Tani që kanë ndryshu pak sistemin, shohun, që nuk po tregoj as i Barsaletave, nuk po zgja shumë, nuk ju vjen interesant. Ka njerëz që të kritikojnë, thojnë pse ti po flet kështu, e pranë edhe me shumë fjalë, edhe me shumë Barsaleta me spec. E njëjtën kohë zvoglohet edhe numri, se nuk ju duket interesant, që shumica atyre që futen live edhe pas orës 11, është një moshë që janë të mbyllur vetë në përdhomat e tyre, edhe nuk e kanë afër asnjë. Unë çdo herë sa jam fut, kam thonë kërkoj falje. Edhe këtij show tim ja kam ngjit emrin Fërkoj kalje. Ka pas një mik që në shpejtësi kur folke i gabonte fjalët edhe theke fërkoj kalje. Kështu që gjithmonë duke kërku falje për njerëz të mosh, për nanat, për motrat, se ne si popull jemi pak, kemi një mentalitet pak ma, edhe s'kan dëshirë shumë kështu me ndëgju kësi fjalë. Edhe pse ato ishin vetëm Barsaleta, po gjithmonë fillimin 10 minuta derisa e mbush kështu numri, kam kërku falje. Ata që nuk duan të ndëgjojnë ato fjalë, pista lirisht në dalin, po prapë se asnjëherë nuk mundet me ndodh në fund pa e marrë ndonjë kritika, apo ndonjë koment, apo ndonjë mesazh të patarkit, ndonjë për dikujt, si s'ke turp, si bën të kështu, pse bën ashtu. Janë prek disa kolegë në Shqipëri, një nga ata, se me tjertë s'kom pas problem, po një nga ata është prek, për s'doja përmendi emrin.
kanë qenë ca Barcoleta, kanë qenë, ne kemi Barcoleta me Gjakovar, si ju që i keni në Shqipëri me Gjirokastrën. Po. Jo pak koprac, ashtu thuhet, ashtu ju ka dalë zani që thonë. Te ne në Kosovë kemi Gjakovën për ato, po Gjakova vetë i ka bua ato Barcoleta, për vete. Edhe nuk e kam probleme dhe ata vetë i tregojnë Barcoletat për ta, për Gjakovar. Kështu që ata nuk preken fare. Kështu që unë e kam tregu ca Barcoleta për komunitetin Rom apo Ashkali, që i themi ne këtu. Ajo ka qenë vetëm një Barcoletë dhe pastaj mora një mesazh që dhe me qaketi me neve, kishte qenë një koment në Facebook. Edhe pse kam kërku falje gjithmonë në çdo fillim të live-it tim, ishte prekur ai për një Barcoletë që ajo vetëm Barcoletë është. Kështu që më duhet ta kem kujdes, sepse njerëz ofendohen, preken, edhe pse s'ka të bëj kur gjë me ata personalisht, ato janë vetëm Barcoleta. Të ka ndodhur ndonjëherë që të ndodhë ndonjë incident në ndonjë koncert për shembull, edhe të ndihesh aq shumë në siklet sa të thuash unë nuk do të dal më në skenë. Po më fatmirësisht plot 25 vite, unë edhe 22-23 vite kam bërë muzikë si tastierist, si muzikant, ashtu kam filluar në fillim. Kam pas fat me bashkëpunu me disa këngëtarë që kanë qenë shumë profesionistë, shumë të mirë dhe që kanë pas respekt dhe të populli. Asnjëherë ndonjë problem me publikun, përveç se me ndoshta teknikisht diçka, që jem bo më undi keq dhe kam thonë asnjëherë s'do shkoj pa i përgatitur, pa shku me se ne gjithmonë mërim në moment të fundit të lokali, nuk bëjmë sound check, njerëz profesionist duhet ikin një ditë përpara ose 2-3 orë përpara që ta bëjnë një sound check kur kemi performu live, se për këngëtarët e playbackut nuk është problem. Ai drejt nga avioni shkon në klub dhe e merr mikrofonin që si duhet fare mikrofoni se ata janë këngëtar playbackut. Po kur kemi performu live normal që duhet më shku më gati më herët. Kështu që fatmirësisht nuk kam pas asnjëherë problem me ndonjë fans apo me ndonjë musafir aty që ka qenë në restoran, apo në darsëm, apo në diskotek, asnjëherë. Pse fillove kaq vonë të dalësh në skenë? Si po mendon si këngëtar? Si këngëtar, po. Po si këngëtar. Ndoshta pas një kohë edhe është punë goxha e lodhshme. Sa ka stres një këngëtar, 2 fish më shumë ka një muzikant. Edhe unë i çmoj jo se kam qenë vetë muzikant, unë i çmoj shumë muzikantat, edhe muzikantat e mi paguhen afër gati si njëjtë si këngëtari. Që nuk ndodh ajo që ndoshta marrin në natë gjithë këta këngëtarët, kolegët e mi, por bëhet një dallim shumë i madh. Është dihet se këngëtari ka shumë investime, bën albumin, bën këngët, bën videoklipet, paguën tekstet, po prapë nuk është në rregull që të paguhet një këngëtar 90%, kurse muzikanti i tij, që pa atë muzikant unë nuk mundem të shkoj të këndoj, ta performoj, ta kryej atë koncert, atë mramje, edhe ata shkojnë paguajnë çaq pak, një 10%, që kur muzikanti nuk është i kënaqur, ai edhe nuk të përcjell mirë. Edhe ti nuk e jep maksimumin në koncert. Kështu që dikur fillova edhe me u lodh prej punës, është punë e zashme, ti bash ato tastierat me vete gjithë botën. Edhe vendosa me dal në këndim, edhe se kam qenë aktiv tërë kohën, gjatë 25 viteve që kam bërë muzikë, me Sinan Dasaliun, 20 vite, edhe para Sinanit me disa këngëtar shumë të njohur të Kosovës. Kam qenë si back vokalist, se kemi qenë vetëm 2, tastierë dhe këngëtar. Kështu që është pak si zbrazët, po nuk e përcjell edhe zanin e dytë. Edhe vendosa të dal në këndim. Jam rrit me muzikën e du shumë këtë profesion edhe bëj me shumë dashni. Se pyetjet kanë qenë, sidomos te ju në Shqipëri, kanë menduar që përmes Norës unë jam fut në muzikë. Se nuk më kanë njoft mu si Robert, edhe nuk kanë fajl.
me në faj, se kanë ditë, kanë mendu që ky çuni është ndonjë sigurim në diskotekë, se atëherë bëjsha shumë palestër, edhe kur visha në Tiranë me Norën, mendonin që unë jam ndonjë pronar diskoteke, apo ndonjë sigurim, ndonjë bodyguard. Nuk e kanë ditë që jam rrit me muzikë dhe gjithë familjen e kam muzikant. Gjajën e kam dirigent të doktoru në Berlin të Gjermanisë, babin kompozitor, pianist, vllau i madh saksofonit, Patrisi Vojvogët perkusionin në Filharmoninë e Kosovës, të gjithë jemi të diplomuar në Akademinë e Muzikës. Kështu që kur dola në këndim, pyetjet kanë qenë nga ti. Pse dole ti? Tash po nuk kam dalë nga gomisteri, nuk kam dalë nga doktori, nuk kam dalë nga farmacisti, nuk kam dalë nga piano, kam dalë një hap para në këndim. E të vjen i natë në fakt? Të vjen i natë në fakt, ta kuptoj se të kuptoj. Jo, as pak, se për ata që kjo ishte në fillim kur u futa dhe kur fillova të bëj intervista në Shqipëri, se këtu në Kosovë të gjithë e kanë ditë se kush jam, prej çfarë familje e ri. Për Shqipëri s'kam pas fajs. Në Shqipëri nuk i kam përcjell shumë këngëtarë të Kosovës. Me këta këngëtarë që kam pas unë bashkëpunim në Kosovë, që janë të muzikës folk popullore, nuk i njohin në Shqipëri. Janë shumë këngëtarë të mirë, por nuk i njohin vetëm të Zbavicës. Edhe këta tash gjeneratët e reja i njohin repistët. Por ka këngëtarë shumë të mirë në Kosovë. Po ashtu edhe në Shqipëri ka këngëtarë shumë të mirë të muzikës popullore. Ne e njohim Bujar Qamilin, Sinan Hoxhën, kaq. Unë i njoh edhe 100 këngëtarë tjerë në Shqipëri që janë shumë të mirë, që kam pas rast të takoj edhe në dasma edhe në koncerte. Edhe kur të flas për dikë, kur ja përmeni dikun këtu në Kosovë, thonë s'kemi dëgjuar asnjëherë. Se në gjenerata më të reja dhe nuk kanë investuar shumë. Ne kemi njohur Bujar Qamilin, Merita Halilin, Aurela Gaçën, vonë kanë filluar me njohë pas luftës, unë e njoh edhe para luftës e një Aurela se kom pas bashkëpunime me Shqipëri. Kështu. Kuptoj, po sa merrni për një dasëm, sa paguheni për një dasëm? Më varet çfarë lloj dasme është, se unë marr pjesë më shumë si musafir special. Prej orës 12, aty ku prehet tortja, dhe aty në pak e rinia, kanë qef pak një orë, pak më ndryshe, i fikën dritat dhe kanë qef pak më ritëm. Po, normal që shkoj edhe ndarsmën komplet e marë, ajo është pak më e vështirë, se dush këndosh minimumi komplet me pauza, me gjitha me ato darka kur shtrohet, kur prehet tortja. Janë dikun 5 orë këndim. 5 orë, dhe për 5 orë këndim. Sa mund të paguash për 5 orë? Paguam i kogja mirë. Po bakishet ju i merrni apo i merr nusja dhe dhëndri, çifti? Tipin bakshishin. Bakshishat që hedhin Po, bakshishat që hedhin, po. Edhe për këtë punë në Shqipëri janë disa adete që thojmë ne, janë pak më ndryshe do rregulla. Në Kosovë e kemi marrë sistemin si në Amerikë, si është. Në Amerikë, kur kam ikë në 99-ën, ishin dasmat me 2000 persona, se atje nuk kanë shumë të familjar, pastaj kur ka një darsëm, në atë darsëm, i zoti darsmës tjetër që do e bëj mas një muje, e merrte mikrofonin dhe thëke, të gjithë ju që jeni këtu, jeni të ftuar në darsmën e qunit tim, se ata nuk kanë shumë familjar atje, ndoshta janë komplet 20 persona, të gjithë ata 2000 persona që hedhin nga $1, janë ato $2,000, e mora minimumin. Ata i hedhin nusës duke vallëzu. Nusës i hedh daja, agja, tezja, buri tezës, komplet ato që hedhen në fund, ato lek i shkojnë muzikës. Do me thonë jeni bërë shumë të pasur. Kështu që, nuk kemi bërë të pasur, se nuk kemi dasma çdo ditë. Dimrit kemi koncerte një herë në javë, një të shtune. Dasmat janë kurikun edhe gushtin. Kështu që tani, në këtë situatë, ndoshta të gjithë tjertë doja dalin disi,
kurse muzikant dhe këngëtar do kenë shumë problem. Kjo sezon e verës iku, edhe më vjen shumë keq për të gjithë ata që nuk kanë ndonjë biznes tjetër, nuk kanë të ardhurna tjera përveç që muzikës, do jetë një vit shumë i vështirë për ta. Se kanë pas, të gjithë ne kemi pas dasma të goditura për muajin korrik dhe gusht, të gjitha ato janë anulu, dhe po flitet që deri me 31 mars të vitit 2021 nuk do lejohen të mblidhen shumë njerëz në diskoteka apo në klube. Kështu që shpresoj që mos jetë e vërtetë dhe të kaloj sa më shpejt kjo situatë, po më së vështiri do jetë për muzikantët dhe këngëtarët. Do jetë shumë problem. Si po e kalon këtë karantinën? Vetëm për artista apo keni një person të fshehur? Jo, nuk kam të mshefur. Këtu shpesher vi edhe me gocën, se kemi këtu dhe ka qef, se këtu në këtë building, në këtë ndërtesë nuk ka banor. Dhe jam vetë këtu e kam një banesë që e përdori edhe për ushtrime me çunat. E kemi një dhomë këtu, ja këtu kam edhe instrumentin edhe mikserin, kështu që me këtë volum që ushtrojmë ne, që bojmë prova, nuk mundesh me bo dikun tjetër, edhe nëse ke ndonjë lokal kështu privat. Kështu që këto live-at që i bëj në weekend, vi këtu, edhe i bëj një orë, 2 orë, pas orës 11, që zgjatë dhe në orën 1 natës, kështu që me atë zhurë, me atë volum, kam problem me bo dikun tjetër. Kështu që përveç gocës dhe çunave të mi të orkestrës, nuk futet kështu kujtush. Po me ndonjë kështu bën shkëmbes SMS? Unë? Po. Nuk kam shkëmby asnjëherë SMS, unë i thras direkt. Ma mirë është kur t'i thu t'i kujt kështu në sy, fjalën në sy, thonë është fjalë halal. Si për të mirë, si për të keq është mirë me thirr njeriu. A ke ndëgjuar ndonjëherë kur ndahen një çift dhe ndahen me një SMS? Po, është e tmerrshme. Ajo është e tmerrshme, çfarë pas ka pas ajo lidhje e rëndësi në jetën tonë, që mi thonë dikujt, më vjen shumë keq, ne si jemi më bashkë. Kështu që si për të mirë, si për të keq është mirë me thirr dikon, ose me u taku spaku në telefon, me ta ndëgju zonin. Okej, kujt ja ke ndëgju zonin këto kohë? Zonin këtë kohë, përveç se kolegëve dhe shoqënisë, kështu që po futemi live, nuk takohemi me askënd, jemi të izoluar edhe unë edhe kështu kur s'ka qenë kjo situatë, unë nuk dalë shumë, ja kushtoj kohën e lirë, përveç në palestra që shkoj 1 orë e gjys, tërë kohën jam me Renen. Rene del nga kopshti në 2 e gjys, e marë, ikim këtu me një shopping center që janë ato lodrat nalë, ka qef me lujt, pastaj në orën 6 e ka baletin, një ditë po, një ditë jo. Kur nuk ka balet, ka gjimnastike, kam regjistruar që është shumë ka energji. Po, e kam parë në video që poston tash. Kështu që po e lam në shtëpi, ajo atë energji e harxhon duke thyr diçka ose duke prish. Kështu që e kemi angazhuar kështu në sport pak. Robert, me qenë se ti flet hapur edhe më duket sikur thua gjërat ashtu siç janë. Çfarë mendon për një martesë tjetër? Masi me bone këtë pyetje, i erdhi koha, si i thuni ju këtë ne? I thuni hurme. Po, hurme, po. Jo, se neve i thomi këtëne molla. Jo, se shpesh... Arabike. Unë e hedha një story, edhe gjitha pyetjet që më kanë ardhur, komentet kanë ardhur sipas emrave prej shoqëve nga Shqipëria. Edhe po të qajnë ato. Ndoshta se di, ndoshta i thuni ju ndryshe, por këto janë hurmat e ne. Mu më erdhi koha që është 7:37. Kjo është 7:37, besa që një minutë jam vonu. Erdhi koha e iftarit. Kështu që iftarit do jetë live. Tani mund të bëjmë gallat apo?
Jo, kur kam prit qysh prej orës 4 mëngjes do pres edhe gjysore. A jemi deri në 8 ne bashkë. Po, deri në 8. Edhe 20 minuta Okej. si burra do pres. Si burrat. Atëherë, me që do presësh si burrat, a mund ma thuash si burrat se çfarë mendon për martesën? Është një batut, kështu është si shaka kur bojnë apo barcoleta, apo çdo që kanë thonë, njeriu bëhet budall vetëm një herë në jetë. Nuk bëhet dy herë. Ja, nuk do me thonë asnjëherë, nuk kam qef me folë për të ardhmen. Ka plot njerëz që i planifikojnë gjanat, ndoshta është më mirë si në biznes, si në karrierë, me i planifiku shumë më herët gjanat, por unë jo. Sot për sot, nesër për nesër, kështu që më janë shumë mirë që kam qenë një herë i martuar. Edhe plot 14 vite, jetë shumë të lumtur, edhe Renén e kemi. Nuk e besoj që profesioni im, karakteri im, nuk e lejon, nuk e pranon që t'jem i izoluar. Edhe kjo punë, kjo pandemi, kjo kështu, e kam shiku dje një film, edhe ishte kështu një profesion që kishte të bëj me udhëtime tërkohën, kishte marrë malli shumë për atë jetë, për atë profesion, për atë kohë, për atë periudhë. Një njeri që shëtit, që ka shumë shoqni, se di, a kisha mujt me pranum, a kisha mujt me u martu edhe njerë. Se di, është shumë, mës të kisha pas fëmi, ndoshta kisha provu edhe, që ta kem një fëmi, po pasi që e kam Renén, jam shumë i lumtur, edhe jam shumë mirë shto. Po nuk të tron vetmia? Vetmia është vetmi. Sot kanë filluar ndryshe me mendu njerëz, sidomos shqiptarët që kanë bo përpara kanë bo fëmijë shumë, 4-5 fëmijë edhe është shtrejtu jeta, është bo më vështirë. Shkollë, nëse po mendoj, ndoshta deri në 2 fëmijë, se besoj që ne jemi më të mençur se evropianë, se gjermanë, se zvicranë, se francesë. Një fëmijë mjafton. Për ata që nuk kanë fëmijë fare, shpresoj dhe i lutem Zotit që ta kenë një fëmijë, se ndoshta e plot çifte kanë problem dhe nuk e kanë këtë fat, por unë mendoj që një fëmijë i mirë i shëndosh dhe po të kesh mundësi që me rrit mirë dhe me eduku mirë atë fëmijë, mjafton. Nuk i dihet, ndoshta Renén nuk do ngeli vetë. Kush e di se sa vajza ke mërzitur tani? Jo, se ka çuna plot. Ka çuna plot, si në Shqipëri, si në Kosovë, ne jemi rase bukur, ka mashkuj shumë të mirë, edhe besoj që secila prej tyre kanë me gjetë fatin e tyre, edhe të martonë edhe me kriju familje. Unë jam 42 vjeçar. Je shumë apo pak? Po nuk janë shumë, po edhe nuk janë pak, që të filloj një jetë tre martesore. I kam kalu në shumë herët kam fillu me punu, shumë herët kam fillu me udhëtu, i kam përjetu të gjitha. Tani du me jetu pak për vete. Kam punu shumë edhe viteve në djeta, kur i kanë largu prindërit nga puna, këtu në Kosovë, kur kemi qenë në luftë me Sërbët. Ata i largun nga puna të gjithë kosovarët dhe ngelen pa punë, neve na largun nga shkollat, janë mundu me na bo sa më të vështirë që të largohemi nga Kosova. Po ne nuk kemi largu, kemi me të thumë. Unë me 13 vite, 13 vjeçar kam fillu me punu, me bo muzikë. Çdo natë, çdo mbrëmje me këngëtar të ndryshëm deri në orët e vona. Fare pa gjumë kam ikë në shkollë, se kam pas mëngjes mësimin, dhe i kam ndihmu familjes, vëllezërve, edhe ndoshta në atë moshë kur është dashur me u rrit me të gjithë moshatarët e mi, me shokët e mi moshatar, unë mu më është dashur me punu me ma të vjetër,
edhe me ndihmu familjen, kështu që tani mendoj që është koha që të kënaqem pak edhe për vete. Po, duket se nga pikpamja e fizikut, duket sikur e ke ndalur kohën. Mund na tregosh një sekret se çfarë bën ti për të pasur ato flokë që ke, atë lëkurë që ke, atë trup që ke dhe atë energji që ke? Për pamje, për flokët, për lëkurët, nuk është, unë besoj në gjenetik shumë. Du t'i falenderoj mamit tim të utës, i cili i vetmi prej 3 vëllezërve i kam gjahun asaj, i kam gjah dajve që thojnë. Ata janë kështu me plot flok, edhe e maj me në gjyshin, kur ka vdek me plot flok në kokë. Kurse vëllezërit e mi i madhi, Poli dhe Patrisi, i ngjajnë babit, ata me flok nuk i kanë punë aq mirë. Nëse e marim sa kam punu, sa e mlodha dhe kam punu jetë natës, punë të natës, pa gjumësi, udhëtime, nuk ish dash ndoshta me u duk kështu, po unë besoj në gjenetik, i kam gjallë mamit, edhe tash që 10 vite me palestër, ushqim, kujdesem në ushqim shumë. Jo aq shumë sa mendoj njës, se unë jam ashtu e kam një metabolizëm, nuk e di, nuk plotësohem kështu, nuk shtoj pesh. Po, nuk janë metabolizme. Po. Kështu Domethënë, plotila. ke ndonjë sekret, nuk ke bërë? Nuk kam ndonjë sekret, s'kom bo asnjëherë përveç dhëmbëve, që i kam vënirës, këtu në Prishtinë që i kam bo, te doktor Petriti, që e përshëndes shumë, se kam pas nevojë, se kam pje dhe duhan, edhe nga vena e kuqe, nga ushqimi, dhe normal kur ti mbush, kur ti bën 37 vjetë, normal që ka nevojë pak dhëmbët me u rregullu, kështu që doli ky sistemi i vënirës edhe jam i kënaqur shumë, besoj që do i bëj edhe këta poshtë, edhe nëse pas 10 viteve kur bëm 52-3 vjeçar, do bëj edhe ndonjë intervenim në fytyrë, po për momentin jo. Si kam as buzët, as botox, as flokët nuk i kanë të mbjellur asnjë. Bravo. Se në për komente kështu thon. Po thonë, e di që thonë, po unë e kam postu, shpesh postoj foto ku kam qenë i vogël. Po, i kam parë. Gjo, nuk po i lexoj fare këto komente, po i lexoni, po na shajnë, apo ç'a po bëjnë? Shiqo. Shajnë edhe ne po ashtu. Këtu, normal që kanë mundësin të futen çdo kush edhe çdo mosh. Shajnë, dikush jep komente mira, komplimente, po më ne jep dikush shon, është ky muj i shejt i Ramazanit, edhe nuk kisha pas qef as me i përmen ato, që tash sa po lexova porosi online, tha a je katolik apo musliman? Pyetje, për shkak që unë e kam emrin Robert, edhe mbi emri Berisha është fis, si fisi Krasniqe, Berish, është fis i madh, edhe ne kemi marrë mbi emrin nga fisi. Me mbi emrin Berisha ka edhe katolik, edhe musliman, edhe ortodoks. Ne jemi musliman, unë besoj në Zot, po nuk besoj në libra fetar. Kështu që, unë mendoj që ma mirë është me maspari me dasht kombin, unë mendoj që do t'jetë maspari shqiptari mirë, edhe pastaj fen e zgjedh vetë njeriu. Kështu që, unë mendoj që jam pozitiv edhe nuk e ofendoj askënd. Këtu ka një plot që shajnë. Do shta kanë prit të futemi ne të bojmë barcoleta, të bojmë budalliqe këtu. Ish rrit numri, edhe pse është kjo kohë është tash nga ora 7, e kemi zgjedh kohën kur të gjithë janë të bo iftar. Sidomos në Kosovë. Nuk është orari i përshtatshëm, a? Nuk është orari i përshtatshëm që të futen më shumë, po, s'ka lidhje. Unë futën në orën 10, 11, deri në 12:31, arrin deri në 8.000, 9.000, se është ajo koha kur rinë shpe, para se me fillu në film, apo Netflix të futën. Po ne kemi zgjedhur një orar që kanë qenë duke pregadit për iftar, se në 7:36 ka qenë sot koha e iftarit. Kështu që për ata që e shojnë veten, e fliqin gojën e vet.
Qa ndodh në Instagramin tënd? Qa mesazhesh të vinë? Unë mund të them që jam i vetmit nga këngëtarët, nga muzikantët, nga artistët që i kthej përgjigje çfarë do moshe që është. Normal që ata që dinë të shkruajnë, kam fansone që janë edhe 10 vjeçar, 11 vjeçar. Unë i kthej kohën e lirë kur kam, i kthej se edhe nuk kam unë shumë followers, që mos futem aty dhe t'i kthej përgjigje. Do shta tjertë artista du të me i kuptu që kanë shumë followera dhe nuk kanë kohë me u marrë me ta. Zakonisht janë pyetje, sidomos tash në këtë situatë, pyesin çfarë bën, si e kalon kohën e lirë. Janë mbledh në atë pjesën atje ku nuk mundem edhe me i kontrollu të gjitha, qysh nga dita e parë kur jam fut live në Instagram që kemi bo muzikë, që erdhen me polici na konfiskun instrumentet. Ta thua. Se kam qenë live në Facebook të Rinori menaxheri tajnes, në Instagram të tim, në Instagram timin, dikun kemi pas kur e mbyll, kur e bën end këtë live-in, që del sa kanë qenë, sa viewers kanë qenë aty. Ne kishim 162.000 viewers që kanë qenë gjatë qasaj ore. E online, që kanë qenë tërkohën, kemi mri dikun 16.000 disa persona, që është shumë, unë nuk kam ditë. Pastaj mu po mi dërgojnë disa kështu screenshot që i bojnë 2 futballera shumë të njoftur të Real Madridit, që kanë shumë fansa, ata në Instagramat e tyre kishin 5-6 milion followers. Po kur mi dërgun ato me screenshot, kishin 4.200 live në Instagram, online që kanë qenë. Aty e kuptova që ti kesh 8.000, 9.000 tërkohën, edhe duke u knaq, duke u argëtu, edhe këto, se i kisha Rene këtu një natë, edhe Rene u afrua edhe kënduam një këngë bashkë. Tha babi që janë këto zemra këtu, që po shkojnë kështu. Thash bab ky komshiu, thash poshtë, nga poshtë, thash po na i nis këto zemra, thash se po këndon ti shumë bukur. Edhe kam marrë mesazha pa fund, edhe nuk kam pas kohë me i hap të gjitha. Edhe nga dita parë që më fut në Convict, me 19 mars, më janë bo 50.000 followers. E shikon? Po i ke mbajtur gjallë netve. Po, kështu që më vjen shumë keq që nuk kam mujt me i kthy përgjigje të gjithëve. Ndoshta tash në kohën e lirë, masisht edhe Ramazan, do futem një nga një ti shikoj, ti lexoj. Edhe pse ka lloj komente, mesazhe aty nga goca të reja, nga çunat. Unë vone kam pa me kështu sa followers kam, edhe shumicën i kam me përqindje kam nga Tirana, nga Shqipëria. Po pra se vitin e kaluar ke qenë dhe në Shqipëri. Kështu që unë jam habit që po se kam qenë edhe në Dance With Me para 2 viteve. Edhe tani që mora pjesë edhe në RTS, në festivalin për Eurovision, ko të shtyjnë ato Arilena me Elvanën, e shes ju anulua edhe festivalin. Edhe ishe nga ata që se ato ishin 2 këngë për Vareza, qa komenti, nuk e di. Zdo që të patur guximin ashtu sa vëndë Këngët s'kan qenë të publikuara në YouTube, ajo intervist ka qenë në fillim kur i ka në provat i kishim të RTS objekti. Edhe unë prisja, Arilena kishte qenë aty mrena, dhe së pute do të asnjë artist tjetër, kur ka provat, kur i kanë artistat. Unë e ndëgjova vetëm fillimin e këngës, edhe pastaj kuptova që ma kishte zanë, se unë edha direkt nga Prishtina, dhe ma kishte zanë terminin, edhe u largova. Aq sa mujta me ndëgju, ishte një këngë shumë depresive. Javën tjetër që vinte,
pranë provave generale e ndëgjova fillimin e këngës së Elvanës. Fillimin, po e ndëgjova, po nëse nuk e ke ndëgju këngën më herët, ai fillimi është me tona që futet kështu që thojnë pa instrumente, pa muzikë, pa kur gjo. Edhe thash, edhe kjo s'pas ka bo asnjë gjo, edhe unë prisja shumë prej Elvanës. Edhe në mbrëmje i kisha atë intervistë, tha qa me ndonë, thash, këngë varrezash, këngë depresive, për edhe nuk i kisha ndëgjue, kështu që kam nxitu që thojnë, kam kërkoj falje, se sidomos Elvanës ka qenë ritmike pastaj. Po. Nisa, aq shumë pati konflikt sa ndonjëherë e zgjidh një tret. Atëra tjetra. Do gjithmonë. Po ashtu është. Duke pasur parasysh faktin që këtë vit s'do ketë Eurovision. S'do ketë Eurovision edhe ndoshta për Arilenën se nuk është këngëtare e rangut Elvanës që mirët me koncerte edhe Elvanës nuk i duhet pas ju futëm këtë temë, po flas vetëm si muzikant. Asnjëherë kur flas për muzikë, unë flas si muzikant i diplomuar, nuk flas si këngëtar asnjëherë. Elvana aq shumë ka koncerte, aq shumë ka hite, nuk i duhet një lloj festivali si ai që mori pjesë ajo. Në ato festivale, edhe në këngë magjike. Qatë duhet në këngë magjike të merë pjesë një këngëtare 10 vite rresht. Të gjitha e kom si motra, të gjitha e dua dhe të gjitha e në të mira, Enita Tarifa, ajo tjetra, ajo tjetra, Angela Pelisteri, apo sin ato, po. Ato këndojnë që 15 vite, 20 vite, e në këngëtare shumë të mira. Kënga magjike është e bome për këngëtar të ri që kanë dëshirë të futën në treg. Aty me t'japim mundësin që t'arrin dikun. Edhe, po nuk e di, ndoshta nuk janë shumë të zonëna me koncerte, dhe pastaj me zispresin që t'vjen një festival si këngës magjike apo i RTS-s. Për mu ka qenë shumë mirë se në Shqipëri nuk e kanë ditë edhe këngët e mia që janë të plasuar në YouTube, janë këngë që i bojune për fansa, për treg. Janë ma komerciale. Kur ma bon ftesën për RTS, më erdhi shumë mirë se është me orkestër live, edhe kam shumë përvoj me muzikë live, edhe di me u gjindë, edhe pse s'kom bo shumë prova, ka qenë një këngë shumë e vështirë, me shumë tekst, edhe rruga Prishtinë-Tiranë për ato prova, po ja dola. Kështu që për mu ka qenë një punë e mirë që mora pjesë aty, po për këto këngëtare tjera që janë shumë të zonëna, me shumë fitime nga YouTube, me shumë klikime, me shumë koncerte, me pagesa të mira, pse me u lodh. Kështu që Jo, e them faktin. Ato në qoftë se do të dëgjojnë nuk do marrin më pjesë në gara, se e lodhshme. Është e lodhshme, është punë e lodhshme, hup shumë energji, kurse atë energji mund ta vlasojnë dikun tjetër, në investim tjetër, dikun ndonjë këngë, ndonjë videoklip. Sidomos Elvana që ka pas këngën me vallëzim. Është shumë e vështirë, edhe është problem me pas tonu. Ke problem të gjitha ato këngëtarët si Beyoncé, si ato që i kanë koncertet, ato janë 50-50, nuk janë live 100%. Sepse ato pjesë ku kanë vallëzime, ti normal që ke me livrit, edhe të rahunat e zemrës janë më të shpejta, nuk ke shansa ti me qenë internacion. Kështu që Elvana ka pas shumë vështirë për shkak vallëzimit. Për Arilenën, s'kam fjalë, Arilena është një këngëtare shumë e përgatitur. E kam pa edhe në prova, si nuk e lodhte veten një ditë para festivalit, ato pjesë që i kishte lartë, nuk e lodhte veten. E këndonte veç këtë pjesën poshtë, kur vinte ajo pjesa nuk e këndonte. Nuk don me harxhu zonin, se janë disa nota që kanë qenë pak më lart. Edhe shumë e përgatitur, në shumë profesioniste, edhe më ka pëlqyer kënga që ka qenë fiks për festival. E ka pas këngë tjera aty shumë të mira, këngëtare shumë të mira, që nuk janë futur as në finale, po
Ajo ka qenë vetëm një garë, vetëm një festival. Edhe iku edhe ajo, kohë. Dëgjoj, ti e ke pianon afër tani? Sa Pianon mund të na këndosh një këngë? I kam faktikisht tastierat, këto tastierat që mi kanë falë. S'mi kanë falë, po mi kanë dhënë kështu me i përdor, se kur isha atje në konvikt, thash, më pyeshin, a do vazhdosh kështu me live në Instagram me këtë show? Thash, do mundohem edhe, po s'kam instrumente aty ku do rritash pas izolimit. Edhe më kanë dërgu shumë foto e fotografi kështu edhe mesazha, atë krym pun kjo. Se në shtëpi atje kam pianon kështu me bash piano koncertale, ajo është shumë e bukur edhe për me bo muzikë kështu me këndu pak më lehtë, është shumë më mirë me piano. Kjo është një tastier që e kam sjell këtu vetëm për kështu në live me u fut me këndu. Sa bukur. Po çfarë këngë mund na këndosh? Po nuk e di, qa do një? Ose këngën e... Atëherë, ku kanë 3 opsione. Ose dashnore, ose këngën e festivalit, ose Ana të Nora Strefit. Të trija që Anën e kam këndu vetëm kështu për herë të parë që kam qenë në një emision. Suarea, cila është ai emisioni? Po, aty e kishim kështu me patjetër me këndu edhe për herë të parë me tekst edhe me band, po është mirë kur e ke një band profesionist nga mrapa. Po këto tjerat edhe dashnores nuk e kam këndu asnjëherë live. Se ajo doli kështu shumë vonë edhe është këngë shumë e kadachme që me këndu kështu në mramjet e mia. Nuk e preferoj, kam qenë pak minjen me qenë pak ma... Okej, bëjmë pak ka henga atëherë? Zgjidhe vetë një këngë bukur. Po një këngë diçka që din edhe Shqipëri edhe Kosovë. Okej. Ajde. Duhet jetë në një nga këto këngët që këndoni në dasma, apo jo? Këngë popullore? Po dhe popullore se kam problem. Jo, këtu duash. Do të bëj pak më të lehtë. Okej. Shpresoj që më dëgjohet se jemi me mikrofon kështu të... Dëgjoj shumë mirë. Shumë e bukur. Sa nga kam derdhur unë për ty, e sa shumë nga kam dashuru, më mirë me ty, e fukara, se sa pa ty pasor, më mirë me ty, e fukara, se sa pa ty pasor, më mirë me ty, e fukara, sa pa ty pasor, më mirë ty, e fukara, se sa pa ty pasor. Apo dëgjohet të tina? Po dëgjohet shumë mirë, po knaq. Këto i kam po vetë, që me mujtë me i këndu live, se edhe me i ra dhe me këndu problem. E di për jam me shpëtëri, për ty do vi më thanë, e piva shishën me raki, do të trëke më ranë, e piva shishën me raki, do të trëke më ranë, më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty pasor,
Më mirë me ty e fokara se sa pa ty I pason. Më mirë me ty e fokara se sa pa ty I pason. Më mirë me ty e fokara se sa pa ty I pason. Shumë bukur. Kaq. E qave. Tani ato gocat që nuk janë dakord me këto vargjet, më mirë dhe me ty Më mirë me ty e fukara, po. para, ato do I ndryshonin pak vargjet, kam përshtypjen. Po. Më mirë me ty dhe Më pak. mirë me ty edhe I pasër, po. Se besoj që ka më shumë ka si goca që dojnë më shumë dashni se lek. Kam përshtypjen që pas koronës do ndryshoj paksa, do kërkojnë më shumë dashuri se sa lek, se e pan që me para dhe pa lirin nuk bën dot asgjë. E vërtet, por no. Ishte një kënaqësi shumë e madhe, që ishim bashkë, me të vërtet je fantastik. Faleminderit shumë Florida. Të mbaroj këtë situatë sa më shpejt, dhe ti të kthehesh në skenë me koncertet e tua dhe të fitosh sa më shumë para. Faleminderit shumë, shpresoj edhe që të mbaron kjo situatë për të gjithë neve, e të shpëtojmë si më mirë. Edhe për punë, askush s'ka mbet keq për bugoje, kështu që do bëhet mirë për të gjithë neve. Vetëm të kthehemi në jetë normale. Të përshëndes edhe unë ty dhe revistën Story dhe anytime që thojnë, në çfarë do kohe më keni këtu. Patjetër, besoj që deri në fund të karantinës do bëjmë një lidhje tjetër, ponor më të vonë. Patjetër, se kjo ka qenë koha po mendoj, ka qenë koha I iftarit që njerëzit përgatiten se kanë duru pa bukë e pa ujë deri në këtë kohë. Kështu që kur të keni dëshirë ju, futemi dhe bëjmë muhabet dhe jartojmë. Të falenderoj shumë, po të lë tani se e di që koha kaloi. Shumë faleminderit dhe pat sa më shumë fat Robert. Gjithashtu, faleminderit, ju du shumë. Ciao. Ciao.